A janë Egli dhe Rozana dy gra që përfaqësojnë breza të ndryshëm të influencës në showbizin shqiptar? Kush ka më shumë ndikim sot, Egli, vajza e ëmbël që publiku e do për sinqeritetin e saj? Apo Rozana, gruaja e fortë që ka lënë gjurmë për vite me radhë? Le të shohim më nga afër këtë përballje. Egli u bë i njohur fillimisht për marrëdhënien me Gjestin, por me kalimin e kohës fitoi një identitet të vetin. E dashur, spontane dhe shumë e ndjekur për stilin e jetës që promovon. Nga ana tjetër, Rozana është një emër i përhershëm në skenë, këngëtare, gazetare, moderatore, një grua me shumë përvojë dhe ndikim në median shqiptare. Në rrjetet sociale, Egli është aktive, publikon shpesh dhe ka një lidhje shumë të drejtpërdrejtë me ndjekësit. Komentet, reagimet, historitë e përditshme e bëjnë atë të afërt dhe relatable. Ndërkohë, Rozana është më e rezervuar, por kur flet të gjithë e dëgjojnë. Postimet e saj janë të rralla, por kanë gjithmonë efekt. Egli është gjithmonë e përfolur në portale, veçanërisht për lidhjen me Gjestin dhe jetën e tyre bashkë. Rozana shfaqet në tituj kur ka diçka për të thënë, shpesh me deklarata të forta që bëjnë bujë në media dhe rrjete. Publiku e sheh Eglin si një vajzë të mirë, të thjeshtë, që nuk përpiqet të jetë perfekte, dhe kjo e bën të dashur. Ndërsa Rozana shihet si një grua e fortë, e cila flet pa frikë dhe nuk i trembet askujt. Egli fiton me ëmbëlsinë, Rozana me guximin. Të dyja kanë ndikimin e tyre, secila në mënyrën e vet. Egli është afër ndjekësve, Rozana është lart me zërin e saj të fortë. Por pyetja që mbetet është, cila prej tyre ka më shumë influencë sot? Komento më poshtë dhe më trego mendimin tënd. Nëse të pëlqeu ky krahasim, mos harro të shtypësh like dhe të abonohesh për më shumë përmbajtje të tillë. Krahasimet, lajmet, prapaskenat e showbizit vetëm këtu. Deri herën tjetër, qëndro i lidhur.